Si duhet të ecni përpara, mos e ktheni kokën mbrapa, do jeni një familje kompletuar, një dëshira juaj do t'ju bëjt realitet juve të shenjës së Virgjëreshës. Parashikimi për shenjën e Peshoris, çfarë do na thon letra taro për shenjën të Peshoris? Suve të Peshoris duhet të keni kujdes se do e ndjeni vetëm pak të bllokuar. Keni qarë, keni lotuar për një person që keni humbur për disa kërkesa, një refuzuar, 2 përgjigje do parashtrojnë. Do e ndjeni vetëm pak të bllokuar si në punë, si në dashuri, si në fat. Bllokime mentale duhet çlirojnë nga bllokimet që keni. Do keni një komunikim të vazhdueshëm me universin, duhet t'i besoni intuitës tuaj, energjisë tuaj, dhe duhet keni kujdes nga personat negativ që japin një energji negative. Dashuri pasonante dhe xhelozi për shenjën e Peshoris, duhet të keni kujdes se mund ta ndjeni veten të bllokuar, sidomos vetëm këtë javë juve të shenjës së Peshoris, por pavarësisht që keni kaluar situata dhe vështira, në fund fare do dali dielli për juve dhe do keni një energji pozitive. Parashikimi për shenjën e Akrepit, juve të shenjës së Akrepit duhet të keni kujdes se mund të jeni pak gjendje ankthi, gjendje stresi, energji negative, mendime të këqija, izolime mentale, konflikte me veten, duhet të hiqni mendime të këqija. Nuk jeni të sigurt, nuk jeni stabil tonë, ndoshta po, ndoshta jo, jeni jashtë në kërkim të diçkaje, si njeriu i shenjtë për të kërkuar një dritë. Do ecni përpara, nëse keni të bëni me çështje pronash, do bëhet një problem i madh, do keni një ngritje ekonomike financiare, një person i tretë ju ka lënë të mërzitur, ju ka shar, ju ka tallu, ju ka bullizuar, duhet të keni kujdes. Për momentin mund t'i keni gjërat pak pezull, po do zgjidhen gjërat me kreativitet. Do keni një stabilitet, një largim nga vendbanimi, një udhëtim jashtë shtetit. Shigjetari, parashikimi për këtë javë për shenjën e Shigjetarit. Do keni fillime të reja, një dritë jeshile, universi do t'jap një dritë jeshile. Keni një karakter të fortë, një intuit të fortë, duhet t'jepni koraj vetes, duhet t'jepni parë vetes. Venusi mund t'ju bllokoj pak në dashuri, ju ka dhënë stres e mërzitje, bllokime, po do zgjidhen gjërat me kreativitet. Keni kujdes juve të shenjës së Shigjetarit që mund të keni pak probleme shëndetësore, mund të detni lot gëzimi ose i dhërimi, po në fund fare do dilni të fituar, mund të vriten edhe shpirtërisht, çështje ligjore do ecni përpara, në dashuri duhet jeni të kujdesshëm, duhet keni kujdes në biznesin tuaj, mund të keni pak pengesa në këtë javë, po do stabilizohen gjërat tuaja. Parashikimi për shenjën e Briciapit, juve të shenjës së Briciapit, dikush ka hyrë në mendimet tuaja, ka lexuar mendimet tuaja dhe mund të jetë një person xheloz akmar për të kërkuar hakmarrje ose përvetuar për ta merr ndaj shenjës së Briciapit. E kujtoni shumë të mirin tuaj, lidhjen tuaj dikush do i kërkoj të falur. Nga ana financiare keni qenë të kompletuar, rrotë e fatit është në drejtimin tuaj dhe një person i tretë largohet nga jeta tuaj. Nëse ju keni armike kundërshtare, keni Jupiterin që do t'japi nisma të reja, do ecni përpara, do jeni shumë me fat, por duhet të keni kujdes juve të shenjës së Briciapit. Keni kujdes se mund të bini pjesë e një kurthi manipulimi, dikush do tentoj t'ju gënjë të mashtrojë, të manipuloj dhe në fund fare do e kuptoni kurthin dhe manipulimin që është bërë. Shenja ujorit, lidhje dështuar, mandret kote, lezionet kote, martesë dështuar, duhet të keni kujdes në martesën tuaj. Dikush është larguar, një largim pune, një prishje planesh, pavarësisht që keni kaluar situata të vështira, do dilni nga situata. Çështje ligjore do stabilizojnë gjëra, do keni stabilitet. Në punë duhet jeni të kujdesshëm, në marrëdhënien tuaj të dashurisë duhet jeni të kujdesshëm, në financë, në biznesin tuaj do keni një ngritje ekonomike, financiare, do mirë lajme të mira. Nëse jeni në pritje disa dokumentave, çështje ligjore, seancë gjyqësore, do fitoni. Do bëjmë parashikimin e fundit për peshqit, për shenjën e peshqve. Juve të shenjës së peshqve duhet keni kujdes se mund keni shere, debate, konflikte, mos marrëveshjeve, një konkurrencë, jeni shumë luftorak për veten tuaj. Kontrata, puna, firma, dokumenta duhet konsultojeni mirë me një avokat. Kërkoni të drejtën tuaj, të vërtetën tuaj, keni një intuit fort, një energji të fort, duhet të jepni koraj vetes, duhet të jepni por vetes. Bëuni gati se do mirë një lajm nga një princ, mund të jetë një mik, një polis, një avokat, një gjyqtar, nëse ju keni bënë me seanca gjyqësore, drejtësinë do dalni të fituar, gjitha drejtimet do dalë e drejta tuaj do mirë një lajme të mira. Ky ishte parashikimi javor për gjitha shenjat e horoskopit, gjithmonë me letra tarot nga Elena Demollari, Elena Astrologjisë Spiritual. Faleminderit.